أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم تنزيله وقوله الحق نستعيذ بالله بسم الله وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب صدق الله العظيم. Falënderimet gjithmonë qofshin për Zotin Gjelle Gjelaluhu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë pasuesit e tij. Falënderimi i veçantë shkon për Këshillin e Bashkisë Islame në Dragash dhe për TV-opojën, të cilët na mundsojnë që nëpërmjet ekranit të saj të na mundsojnë që të jemi pranë në këtë kohë pandemie, pranë në xhamateve tona. Tema që kam zgjedhur sot është sadaka, siç e dim që jemi në muajin e Ramazanit. Muaj Ramazanit cilësohet edhe muaj i solidaritetit dhe në kuadër të kësaj teme do të trajtojmë sadakën një herët në cilësinë e koordinatorit të shoqatës humanitare Bereqeti, e cila vepron në kuadër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, si dhe degën e saj apo Bereqetin degën e saj në komunën tonë, në cilësinë e degës do të bëjmë në fund të ligjëratës një përshkrim të kontributit ton gjatë kësaj kohë sa jemi koordinator. Kjo temë, apo këtë temë do të fillojmë me ajetin kuranor që citova në fillim dhe jepni nga ajo që ne ju kemi dhënë juve, para se ndonjërit prej jush t'i vi vdekja e atëherë të thot o Zoti im, përse nuk e shtyre edhe pak afatin që t'jap lëmoshe të bëhesha prej të mirëve. Surja Al-Munafikun ajeti 10. Dietarët thonë që njeriu pasi vdes, gjëja e parë për të cilën pendohet më shumë është mosdhënia e sadakës nevojtarve. Qysh në momentet e para do të thotë as sikur të kisha dhënë sadak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush jep sadak, qoftë edhe sa një kokër hurme nga pasuria halal, pasi që Zoti nuk e pranon veç se halalin, do të marrë Zoti me të djathtën e tij dhe rrit dhe shton, dhe atë ashtu si që rritet ndonjëri prej jush mëzin e tij derisa të shtohet dhe të bëhet sa mali i Hudit. Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën thirrje atij që ka dhe atij që nuk ka që t'japin sadak sa të munden. Aisha radiallahu anha, kur dëshironte të jepte sadak, e merrte monedhen dhe parfymoste para se të jepte. Kur e pyetën se pse bënte atë, e bëj pasi ajo do të bjerë në dorën e Zotit para se të bjerë në dorën e nevojtarit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, në çdo ditë që lind, dy melaçe zbresin dhe thot njeri, o Zot, shtoja pasurin ati që jep, kurse tjetri thot, o Zot, shkatroja pasurin ati që nuk jep. Nëse nuk do t'japësh, Zoti do t'a merr në një mënyrë tjetër, të ndodh diçka ku do t'a shpenzosh më shumë se që do t'jepje ose të bëhet fëmia haram dhe i harxhon paratë në bigjoz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, si kur të kisha florin sa mali i Hudit, do të kishe shpërndar për pa kaluar 3 ditë. Kurse ne i kemi garderobat e mbushura me rroba që nuk i përdorim dhe nuk na shkon mendja që t'ju japim nevojtarve. Kemi pasuri që i vendosim në disa banka, kurse vëllezërit dhe të afërmit tanë nuk kanë çka të hanë dhe nuk na vën mendja të ndihmojmë atyre. Vallë, deri kur do të vazhdojmë dhe jetojmë për vetveten dhe fëmijët tonë, thot Zoti në një hadith kutsi. O robi im, jep që të t'jap edhe unë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk do të ketë njeri prej jush
veç se do t'i flasë Zotit direkt pa ndërmjetës, do t'a shoh nga e djathta e tij dhe nuk do të shoh veç se asaj që ka punuar. Do të shoh majtas ku aty do të shoh veprat e tia, do të shoh para ku do të shoh zjarrin, prandaj keni frikë, zjarrin qoftë edhe me një gjysmë hurme. Mos të kaloj ditë pa dhënë qoftë diçka të vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sadaka e shuan zemrimin e Allahut, ashtu siç e shuan zjarrin uji. Nëse e ke bërë ndonjë gjunah, jepe sadak, pasi ajo e shuan zemrimin e Zotit xhelle xhelaluhu. Nëse të ka rënë ndonjë fatkeqësi, gjeje një të varfër dhe të ndihmoje që të largoj fatkeqësinë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shuani zjarrin e gjunaheve tuaja me sadak. Nuk bashkohet kooperacia dhe besimi në të njëjtën zemër. Njeriu bujar është më i afërt me njerëzit, i afërt me Zotin, i afërt me xhenetin dhe larg zjarrit, kurse kooperaci është larg njerëzve, larg Zotit dhe larg zjarrit të xhehenemit. Shumë nga ju nuk japin pasi kanë frikë se u paksohet pasuria, por Zoti në Kur'an na garanton që jo vetëm nuk paksohet, por ajo shtohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sadaka nuk e pakson pasurinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa ju fliste shokëve të tij, ju thoshte, pas jush do të vinë një kohë kafshuese. Po çfarë qenë ka kjo kohë kafshuese, e pyetën shokët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, i pasuri do ta shtrengoj me dhomë pasurinë e tij me qëllim që të mos e jap sadak. Me pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam recitoi ajetin e maposhtëm nga Kur'ani famlart ku thot, çka do që jepni, ai e kompenzon atë. Djalli ju frikson nga varfria dhe ju urdhnon për të këqija, e Allahu ju garanton falje mëkatësh e bekati. Allahu është dhuruesi i madh i dijshëm. Kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, e ai t'ia shtoj atij shumë fish atë. Nuk ka ajet Zotin ku nuk thot jepni pasurinë, por thot jepni Zotit hua, me qëllim që njeriu ta siguroj që atë ta jep para se të vi t'ia jap varrit, ai ka dhënë Zoti i cili do t'ia kthej shumë fish. Me këtë ajet pra Zoti t'jep 3 garanci. E para është se po ta merr si hua me qëllim që të lehtësoj dhënien. E dyta se sadakën që do ta japish ja jep Zotit, kur huamarrësi është i sigurt që do ta kthej, dhe e treta nuk të premton vetëm që do ta kthej, por edhe do ta shumëfishoj atë që e ke dhënë. Duke ditur kooperacinë tonë, Zoti na ka dhënë 3 premtime me qëllim që të na nxjisë për të dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush jep pasurinë në rrugën e Zotit, ai do t'ia kthej atë deri në 700 fish. Një fshatar me devën për dorë shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguari i Allahut, këtë deve e jap për tu përdorur në rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu, në vend të saj, ditën e Kiametit do t'i kesh 700 të tilla. Devja asaj kohe i përngjet makinës në ditën e sotshme për nga rëndësia. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot, shembulli i pasurisë e atyre që japin rrugën Allahut është si shembulli i një kokre që i mbin 7 kallin. Në secilin kallin 100 kokra, Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh dhe i din qëllimet. Në këtë ajet, Allahu e krahason pasurinë e dhënë me bimën. Nëse bujku ka një huri dhe mbjell farën kur duhet në tokën pjellore dhe i kryen shërbimet e duhura, farat do të mbi dhe do t'ja prodhimet e shumta. Po kështu edhe sadaka nëse dhënësi i saj e jep për hir të Zotit nga pasuria fituar halal dhe ja jep atij që meriton, Zoti xhelle xhelaluhu ja shumëfishon, jo vetëm 700 fish, por edhe më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhënonte shokët e tij, qofshin të pasur apo të varfër. Një ditë i tha Bilalit,
o Bilal, jep nga pasuria dhe mos ke frikë se të pakson Zoti. Kur takoi njëherë Esmën vajzën e Ebu Bekrit, i tha, oj Esma, jep nga pasuria dhe mos i numro, pasi Zoti ti numron ato. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Bilalit, e thirri Bilalin dhe i tha, o Bilal, mblidhi gratë dhe Bilali mblodhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshilloi dhe i kumtoi obligimet, me pasu i tha, o gra, jepni sadak, pasi që unë pash që shumica e banorëve të zjarrit ishin prej jush. Atëherë gratë filluan që ta hidhnin varset dhe unazat e tyre prej florinin dhe i hidhnin në prehnin e Bilalit, arsa Bilali nuk mund të qohej nga to. Njeriu nuk duhet jetoj vetëm për veten e tij. Ka shumë njerëz që nuk kanë çka të hanë, megjithatë nuk kujtohet kush për ta. Si presim pas kësaj që Zoti do të na ndihmojë dhe të jetë i kënaqur me ne. Sahabët tregojnë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar dhe bujaria ishte gjatë muajit Ramazanit edhe më e madhe, kur Gjibrili alayhis salam zbriste për t'ia përsëritur Kur'anin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i shpejtë se era e fuqishme në dhënien e lëmoshës. Por pse vallë e krahasojnë bujarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me erën e fuqishme? Kjo pasi era ka 3 cilësi. E para, ajo është e shpejtë dhe mund të arrijë shpejtësinë deri në 200 km/h. Po kështu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i shpejtë në dhënien e pasurisë dhe nuk mendohej ta jap apo jo. E dyta është e vazhdueshme dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar gjatë gjithë kohës pa pasur një kohë të caktuar. Njëherë u qua pas mesit të natës dhe shkoi te Bilali, trokiti derën dhe kur doli Bilali tha, o Bilal, nuk dua që të ha syfyr vetëm, kërkoj dikënd që të vit haj me mua. Sot mund të na duket e habitshme të kërkosh dikënd që të haj me ty pas mesit të natës, për në atë kohë njerëzit rrinin për ditë të tëra pa ngrënë ushqime. Cilësia e tretë është e erës është përfshirja dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përfshirë në të gjitha në dhënje atij që i kërkon dhe atij që nuk i kërkon, të voglit dhe të madhit. Sufjan bin Umeje thot, Muhammedin alayhis salam e urreja, sa nuk urreja tjetër kënd. Atë shumë, pasi ai vazhdon të më jap derisa fillova ta dua. Mësoje këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse të urren dikush, jepi që të doj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, i bëni dhurata njëri tjetrit që t'ju shtohet bujaria, që t'ju shtohet dashuria. Në fund të kësaj ligjeratës që po të cova dhe në fillim të ligjeratës time, me të marrë detyrën e koordinatorit të shoqatës humanitare Bereqeti, do të mundohem që me pikat shkurta të japni pasqyrë të kontributit të shoqatës ton. Kemi dhënë apo bërë shpërndarjen e pakove të Bajramit për fëmijët. Kemi bërë shpërndarjen e mishit kurbanit për gjithë territorin e komunës sonë. Pako me mish kurbanit për familjet e prekura nga vërshimet në fshatin Blaç dhe Zaplugje. 25 pako ushqim nga shoqata fal bashkëpunimit me shoqatën e Stambollit. Kemi bërë shpërndarjen e druve djegëse nga NTP Meka, 23 familje me nga 3 metër dru djegëse nga pronari Burim Piraj. Disa nga donacion nga Xhamia e Dragashit, pako ushqimore në vlerë 100 copa, në punën dhe kontributin e shokëve dhe miqve tanë. 30 pako nga Meka për sofrën e Ramazanit. Me të filluar muaj Ramazanit kemi bërë aksionin tashmë tradicional sofra e Ramazanit dhe në kuadër këtij aksioni nga Meka SHPK pronar Abdurrahman Piraj ka ndarë 30 pako dhe fal kontributit dhe angazhimit të gjithë hoxhallarëve në trevën ton apo kolegëve ton, kemi shpërndar 200 pako ushqimore, si dhe kemi ndar edhe ndihma në fshatrat fal
bashkëpunimit që kemi me fshatin Novosej, ku gjatë luftës unë dhe kryetari i Bashkisë Islame tashmë Dritan Qengaj, gjatë luftës kemi jetuar për një kohë atje, e kemi parë si të arsyeshme që t'i ndihmojmë dhe të pako. Aksioni Sofra e Ramazanit vazhdon. Para Bajramit shpresojnë që do të shpërndajmë edhe pakot e tjera, por edhe është aksioni që do t'i bashkohemi me pakot e Bajramit që do t'jetë pako për fëmijët dhe nga këtu i bëj thirrje gjithë kontribuesve dhe atyre që japin në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu të na ndihmojnë që na t'i japim atë që ata japin, ne vetëm t'jemi një urlidhse që do të kontribuojmë në këtë drejtim. Inshallahu Taala xhelle xhelaluhu të gjithë atyre që japin dhe kontribuojnë në punën e hajrit, Allahu xhelle xhelaluhu ja ushton pasurinë e tyre. Në fund, vëllezër besimtar, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.